Kandidati për kryetar të komunës së Gjakovës, Ervin Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili sot në orët të mëngjesit ju është drejtuar qendrës së votimit 0233 në shkollën fillore të mesme të Ulit Fanoli në Dujak, ku i njëjti tregoi rreth procesit të votimit. Procesi votimit është i thjeshtë, partitë politike deri tash kanë bërë fushate dhe kanë arritur me vetëdijsu qytetarët me dalë në zgjedhje, edhe mënyrën se si me votu, po ashtu edhe Komisioni Qendror Zgjedhor e ka bërë një punë të mirë, mbetet shihet deri në fund, po sido që të jetë i ftoj të gjitha shtabet zgjedhore, të partive politike të tregojnë maturi edhe qetësi gjatë këtij procesi. Shabani kishte edhe një thirrje për qytetarët. I ftoj me dalë në votim. Këto zgjedhje janë për mirëqenien e tyre, janë për trotuare, ma shumë të rrugëve drejt shkollave, për bujqësi më të mirë, për gjelbrim më shumë dhe për të gjitha gjërat e sektorit që i shqetësojnë ata. Kujtojmë se në këtë qendër të drejtë vote kanë gjithsej 1728 votues.